Ilirian Shima, skulptor dhe piktor i njohur si në Shqipëri, ashtu edhe në Greqi, ka vizituar së fundmi Sarandën me një surprizë tepër të veçantë. Ardhja e tij nuk ishte thjesht një vizitë, ishte dëshira për të qenë pjesë e galerisë Art Saranda dhe për të kontribuar në pasurimin e saj artistik. Lidhja dhe respekti që Shima ka për piktorin dhe drejtuesin e galerisë Lefter Çeko u shndërrua në një donacion të rrallë. Nga Athina, ai solli një portret të artistës së famshme Maria Callas, të realizuar në teknikën e plexiglas, i cili tashmë do të jetë pjesë e koleksionit të galerisë. Kam shku në Athinë para 35 vitesh. E vërteta është që Athina ishte një kurth i bukur, e kuptoj, sidomos për artistët. Më mbajti mermeri, dashuria për mermerin atje njofta mermerin edhe nuk më ka lëshu akoma mermeri. Aty bona karierën, pa çka që Shqipërinë nuk e kam da kurrë. Ky portret është jo vetëm një vepër arti, por edhe një gest bujar që Lefter Çeko e konsideron të rëndësishëm për artdashësit dhe për zhvillimin e kulturës në qytet. Është një ditë e vlerësuar për galerinë Art Saranda, se në momentin që unë jam duke bërë arkivin, duke dokumentuar, vjen miku im, Ilirian Shima, një skulptor me emër, me personalitet, me veçoritë e tija të daltës, duke dhuruar këtë vepër të Marias Callas, një personalitet i muzikës operistike botërore, në galerinë tonë thot shumë gjëra. Kjo është një simbol i harmonisë, i asaj që neve artistët e kemi dhe do ta kemi për herë në punën tonë krijuese dhe për vitet e ardhshme. Galeria Art Saranda, e cila këtë vit shënon plot 14 vjet aktivitet artistik, ka evoluar duke ruajtur gjithmonë standardin e lartë të ekspozimeve dhe duke zgjedhur me kujdes veprat që prezanton. Ardhja e Shimës dhe donacioni i tij janë një shtysë për të vazhduar këtë rrugëtim të pasur artistik.